Përmbytjet që përfshin zonën e në Shkodër shkaktuan dëme të konsiderueshme kryesisht në bujqësi. Qifti mushuar Goca nga fshati Obot tregojnë për situatën e vështirë që po kalojnë nga përmbytjet. Për 24 orë kam pas 2 kam shkatë në lumjet. Që kam pasur e kam lagu për e se mos pëj qafe nata kam lani do. Sulja, të e lidhë për hekra për gjesë, që që ma ka ba murin. S'kena dalë ala me po, blektëria. A sot janë alat me të nëdhej. 2 dilim, 3 dilim, 5 dilim mund të njënë bëndam kajtë. Gjithë të gjënë shkatore nuk i. Për prespora bjenë prep. është një paket kanë bro, falem ndërës. Edhe mas me pronë që prep, falem ndërës. E binë, se binë, nuk shaj mas të bas nemin kanë. Kanë bro, ka i paket. Kanë bro, ka i fës, për pula, si koncentrat pulas. Kajtë. Bashkëshortja Vlashit thotë se krahas problemeve që ka me shëndetin, duhet përballet edhe me situatën e përmbytjeve që përfshin shpeshherë fshatin Obot. Tona tashinat që kanë ra, dhe me thanë, që jam e atë krejt Shqipnia, këto të na nuk këna pas ujna. Sa kanë fillu shkarkimet, dhe me thanë, na shkojmë të i kja gjanja i to. Me që jetojmë, me që jetojmë na, me një pension si tha burri i 100.000 lek. Do me thanë baktit, këtë thot si i kena qunë stëm, edhe e vërtet ashtë, por pulat më në të zotit bëllë janë mëtë, i kena marrë e tret, sepse nuk jena të zotit, jena 2 plec, vetëm, me që jetojmë na, me i tatarë na, që mundohna me punu. Me thanë edhe tokat është kur se të rrinë nuj për çdo vjetë, si ka me prolluaj atokë, nuk ka si prolluan. Nuk e ka atë, dhe me thanë rendimentin si kështë me kënë tokë normale, kjo nuk ka tokë normale kur të masin ujë për gjithë jetë kështë. Tani i ke vënë i to, a kene mushën me pëmë. Bjeri vjetë, thojo një, s'ka me të se sanë. Nuk ka me të se sanë. Më thanë, ta kati të në lanë, plecnia po, e smut jam, me tonë ata i laqe. Dhe më thanë, vetën i loqe, si që marrë me ka 7-8 hapa në ditë për çdo ditë, se më kanë shumë e sëmurë. Por, inshallah i malli Zot, në me mani inshallah, kalu. Sipas njoftimit të emergjencave civile, situata duket e përmirësuar në krahasim me një ditë më parë. Niveli i ujit në rrugën kryesore ka rënë me rreth 20 deri në 30 cm, ndërsa lëvizja mund bëhet me makina të larta.